Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mësojni para se të jetë vonë, dhimbja e shpinës është shenjë këtyre problemeve shëndetësore. Dhimbja e shpinës mund të jetë simptome ndonjë sëmundje të rrezikshme dhe kërkon kujdes. Dhimbja në këtë pjesë të shpinës mund të jetë alarm për ndonjë sëmundje serioze apo lëndim. Për të shmangur ndonjë situatë serioze për shëndetin, keni kujdes dhe interpretoni simptomat. Aneurizmi arterial. Aneurizmi shfaqet kur muri i arterieve tuaja dobësohet duke lejuar që në mënyrë abnormale të zgjatet dhe të bëmehet. Ëndjet e këtilla mund të ndodhin në cilëndo pjesë të trupit, por së shpeshti mendohet në aort, e cila shtrihet nga zemra, në përgjoks dhe deri në stomak. Kur ndodh inflamacioni i saj, shfaqet dhimbja në shpinë, e cila është e befasishme. Dëmtimi i saj mund të jetë i rrezikshëm për jetën, e cila mundet gjithashtu që të shkaktojë gjakderdhje të brendshme. Dukuria shpesh është e meshkujt e moshës mbi 60 vjeçare, të cilët janë duhanpirës dhe kanë kolesterin. Inflamacioni i zorrës qore. Më shumë se gjysma e njerëzve të cilët vuajnë nga inflamacioni i zorrës qore kanë simptoma siç janë të përshtyllët të vjella dhe dhimbje e mprehtë në pjesën e majtë të stomakut. Te disa njerëz, zorra qore gjendet afër veshkave, prandaj kur ky organ misterioz ka inflamacion ose dëmtohet, shkaktohen dhimbje në shpinë në vend se në bark. Nëse dyshoni që keni problem me zorrën qore, atëherë kërkoni menjëherë ndihmën e mjekut tuaj, sepse ajo mund të pëlcasë dhe të shkaktojë hematoksi, më vonë edhe vdekje. Problemet ginekologjike. Ekzistojnë edhe disa gjëra aty poshtë të cilat mundën të shkaktojnë dhimbje në shpinë tek femrat. Për shembull, femrat të cilët vuajnë nga këto probleme kur lëvizet prapa, por edhe dhimbjet menstruale mund të shkaktojnë dhimbje në shpinë. Osteoporoza. Kjo sëmundje është gjithashtu e njohur si dendësia e eshtrave dhe ajo paraqet sëmundje të qetë për të cilën shumica as që e din që janë me osteoporozë. Simptomat më të shpeshta për këtë problem janë dhimbja në shpinë. Ndonjëherë osteoporoza çon deri në dobësimin e unazave në boshtin kurrizor, saqë ato thjesht pëlcasin. Kur kocka pëlcet, atëherë shfaqet një dhimbje e tmerrshme. Ndonjëherë dhimbja mund edhe të mungojë. Nëse ju dhëm shpina përreth mesit të kurrizit, apo vëreni që jeni zvogëluar gjatë viteve të kaluara, patjetër duhet që të bëni një kontroll. Artriti. Pjesa e poshtme e shpinës është posaçërisht e rrezikuar nga kjo sëmundje, sepse përballon pjesën më të madhe të shpinës. Ekzistojnë lloje të ndryshme të artritit, të cilat kanë simptoma nga më të ndryshme dhe kjo sëmundje mund të shërohet në qoftë se zbulohet me kohë. Gurët në veshka. Lajmi i mirë është që kjo përmbajtje e padëshiruar në veshka, e cila krijohet për shkak të përqendrimit të madh të urinës, i nxjerr nga organizmi pa dëmtuar organet e brendshme. Lajmi i keq është që njerëzit të cilët kanë nxjerr jashtë gur thonë që në jetë nuk kanë përjetuar kurrë dhimbje më të mëdha. Gurët në veshka shpesh janë shkak pse njerëzit duhet që të shkojnë tek mjeku, e cila më pas dyshohet që janë shkaktar nga pesha e madhe trupore dhe ndryshimi i klimës, sepse koha e ngrohtë çon në dehidratim dhe në krijimin e gurëve në veshka. Natyrisht nuk është ndonjë dhimbje alarm për të shkuar tek mjeku. Ndonjëherë dhimbja nuk kalon ose zvogëlohet për disa ditë, ndërkaq keni marrë disa ilaçe kundër dhimbjes, atëherë kërkoni ndihmën e mjekut. Nëse dhimbja juaj zvogëlohet, atëherë ndoshta vetëm keni fjetur keq ose keni qëndruar në rryma ere. Dhimbja e shpinës mundet që të duket si diçka
që është problem vetëm kur mosha avancon. Megjithatë, nuk është plotësisht e vërtetë, pasi dhimbja e shpinës është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore. Dhimbja e shpinës është gjithashtu arsyeja numër 1 pse njerëzit humbasin punën dhe mundet që t'i ndodh kujdo. Këto janë problemet më të zakonshme të shtyllës tuaj kurrizore dhe ja çfarë duhet të bëni për të lehtësuar dhimbjen e tyre. Gjithashtu, shtylla kurrizore përbëhet nga kocka të cilat janë të quajtura ruaza. Disqet veprojnë si jastëk midis çdo kocke. Kur një disk bëhet hernje, kjo do të thotë se mbështjellësi është zhvendosur dhe po shpërthen nga trupi i tij. Ndërsa disa hernje disqesh nuk shkaktojnë simptoma, ato shpesh munden që të ndërhyjnë me nervat në shtyllën kurrizore. Kjo mundet më pas që të shkaktojë një sër simptomash duke përfshirë dhimbje shpine, mpirje, dhimbje në krah dhe këmbë dhe gjithashtu dobësi muskulore. Një hernje diskale ndodh më shpesh në pjesën e poshtme të shpinës, por mund të ndodhë edhe në pjesën e sipërme të shpinës. Ju mundet që të ulni rrezikun e një hernje diskale duke mbajtur një peshë tepër të shëndetshme, duke mbajtur një qëndrim të mirë gjatë gjithë ditës dhe duke bërë njëkohësisht aktivitet fizik. Tendosja e muskujve, përdorimi i tepërt, stresi dhe qëndrimi apo pozitat e këqija munden që të çojnë në tendosje dhe tensionim të muskujve rreth shtyllës kurrizore. Kjo mundet që të shkaktojë dhimbje dhe shtrëngim në të gjithë qafën dhe shpinën. Ju mundet që të forconi muskujt e shpinës duke bërë ushtrime dhe duke mbajtur një peshë sa më të shëndetshme. Shtrirja para aktivitetit të rëndë mundet që të ndihmojë gjithashtu edhe në shmangjen e tendosjes së muskujve. Skolioza. Skolioza i referohet përkuljes ose lakimit jo normal të shtyllës kurrizore. Kjo gjendje mundet që të variojë nga më e vogla në më të rënda. Mosha më e zakonshme e shfaqjes së skoliozës është gjatë fëmijërisë ose adoleshencës. Disa shenja dhe simptoma të skoliozës përfshin shpatullat e pabarabarta, lartësi të ndryshme të kafazeve të brinjeve, një ose të dyja anët e ijeve më të larta se normalja, trupi përkulet në njërin anë, koka jo e përqendruar mbi legen. Së bashku me këto simptoma, skolioza mundet që të shkaktojë dhimbje shpine dhe të çojë në shtrëngim të nervave. Trajtimi për skoliozën ndryshon në varësi të ashpërsisë së rastit dhe moshës së pacientit. Disa operacione apo se opsione trajtimi përfshin mbajtëse, terapi fizike dhe kirurgji. Dhimbje qafe. Dhimbja e qafës shkaktohet nga një kërcitje ose një lëvizje e papritur e kokës. Kjo mundet gjithashtu që të dëmtojë nyjet ndërvertebrale, disjet dhe ligamentet në qafë. Kjo lëvizje e papritur dhe e vështirë e qafës mundet që të tendosë muskujt e qafës. Pas ngjarjes ose traumës, shumë njerëz nuk i ndjejnë simptomat menjëherë. Munden që të duhen 24 orë për të filluar ndjesinë e simptomave të cilët përfshin dhimbje qafe, qafe ngrirë, dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës, lodhja, marramendja, vështirësi për të përqendruar. Ju mundet që ta trajtoni dhimbjen me qetësues dhimbjesh. Kremi mundet që të ndihmojë në 24 orët e para pas lëndimit. Metoda të tjera të trajtimit përfshin gjithashtu masazh, terapi fizike dhe njëkohësisht edhe jastëk me ngrohje. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.